Përshëndetje Nertil, nga ajo që kemi mësuar është të paktën për dosjen për të cilën akuzohet zonja Balluku, që është ajo për abuzimet me tenderin e Llogaras, bëhet fjalë për ndërtimin e tunelit të Llogaras, janë 6 persona që do të merren të pandehur për tunelin, dhe janë krahas Belinda Ballukut, sot u mor i pandehur kreu arshës, kreu në detyrë, pra që është Gentian Gjyli, të cilit ju komunikua akuza e shkeljes së barazisë në tendera në bashkëpunim edhe ky. I është komunikuar akuza edhe drejtorit të keshit Eral Delezit, edhe ky të njëjtën akuzë, pra u paraqit për të komunikuar akuza. Janë 2 anëtarë të KVO-s, të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të emrat e cilave pritem të mësojmë pasi duhet të paraqiten edhe ato për të komunikuar akuzat së bashku me avokatin, ndërkohë që një tjetër person të cilit do t'i komunikohet akuza dhe nuk është komunikuar, por pritet pasi të përfundojnë këta persona, do t'jetë edhe ish kreu i ARSH-s, Erviz Berberi, i cili ndodhet i arrestuar, por akuza atij komunikohet në qeli tepër burgimit kur ai ndodhet i arrestuar. Pra janë 6 në total. Është prokurori Dritan Prençi së bashku me oficerët e policisë gjyqësore që po bëjnë komunikimin e akuzave gjatë ditës së sotme. Pra zonjës Balluku ju komunikua akuza të premte, ndërkohë që personave të tjerë i komunikohet akuza ditën e sotme, ndërkohë që nesër pritet i komunikohet dhe Erviz Berberit, por megjithatë ai është i arrestuar dhe nuk ka problem pasi akuza i komunikohet edhe duke qenë në paraburgim.